As në rastin e emërimit të paligjshëm të drejtorëve të disa shkollave, kryetari i komunës së Strugës Ramiz Merko nuk u dënua me dënim me burg, por me një gjop prej 10.000 eurosh. Njësi kur nuk ishte dënuar as në rastin e blerjes së veturës luksoze në vlerë prej 67.000 eurosh dhe për blerjen e 3 automjeteve tjera në vlerë prej 114.000 eurosh, në mungesë të provave të mjaftueshme. Pikërisht për faktin se Merko nuk kishte dënime paraprake, u mor si rrethan lehtësuese nga gjykata për dënim më të lehtë në rastin me shkollat. Kryetari i komunës së Strugës Ramiz Merko u shpall fajtor për veprën penale, punë të pakujdesshme në detyrë dhe për këtë u dënua me një gjop monetar prej 100 ditësh me nga 100 euro në ditë ose gjithsej 10.000 euro, të cilat duhet i paguaj për emërimin e paligjshëm të drejtorëve në shkollat fillore në fshatrat Podgorc, Lapunisht dhe Radolisht. Prokuroria njoftoi se menjëherë do të apeloj vendimin pasi nuk është i kënaqur me të. Ndërkohë kundër Merkos janë edhe 2 lëndë të tjera, të cilat gjithashtu kanë të bëjnë me emërimin e drejtorëve të shkollave të tjera, si dhe një proces për instalimin e paligjshëm të një memoriali përpara ndërtesës komunale. Vendimin për shkollat për Merkon e shpalli i njëjti gjykatës që vendosi edhe për blerjen e veturës luksoze.